Fare, Petros kena për ty. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu me Florian Haçkajn, që është aktivist dhe bashkëdrejtues i diaspora për Shqipërinë. I angazhuar së me votën e diasporës. Jemi shumë të lumtur që kemi Florianin sot, pasi edhe ne kemi nisur me atë të voglën tonë një fushat në rrjetet sociale, në mbështetje të nismave të tjera tashmë të konsoliduara për votën e diasporës. Edhe qëllimi ynë ka qenë për të mobilizuar emigrantët që ta shprehin vullnetin e tyre edhe të tregojnë që janë aty dhe kanë dëshirë që të votojnë, edhe që të realizohet në praktik një drejtë e tyre kushtetuese e shprehur tashmë nga kushtetuta ligji, po edhe nga gjykata kushtetuese. Mirë erdhe Florian, dhe shumë faleminderit që na erdhe në podcast. Faleminderit dhe nga ana ime për çdo gjë që bëni për këtë kauz dhe që më dhat mundësinë të ndaj ato mendimet ose rrugtimin tonë deri më sot. Patjetër, aty të me rrugtimin do kisha dëshirë ta nisnim për pak, sepse ne jemi pa kritik si qenie njerëzore, por edhe si shqiptar më duket se është një pak nivel më i lartë kritike ose le të themi skepticizmi që njeriu ka për çdo lloj figure që del në publik për çfarë do lloj kaosi. Domethënë kemi parasysh ato pyetjet klasike të njerëzve si në kafe, si në kokë, po kush e di çka ka. Kush e di ku i rre këtij, nuk ka mundësi që të bëhet kjo që edhe shumë shkurtimisht gjatëmisht, domethënë nuk është problemi i madh, por në mënyrë sa më të thjeshtë për ta kuptuar gjithë njerëzit do doja domethënë të tregoj pak për veten tënde se e thën shumë shqip kush je, çfarë bën. Edhe si është e vërtetueshme që jeni të pavarur, domethënë si e fiton bukën e gojës, me pak fjalë. Ke parasysh? Po bëre shumë pyetje tash ti, marr avash. Avash të gjitha, po. E para që është më e rëndësishme faleminderit ty Bleon, kënaqësi që jam këtu se kam parë podcastin tënd dhe ndjek me kënaqësi. Ti jeton jashtë vet, kam përshtypjen. E ke vënë re që ne shqiptarët sa herë që takohemi bashkëdetar jashtë, pas atyre bisedave të shkurta, si janë familja, si shkojnë punët, vim te Shqipëria. Si është Shqipëria, bobo sa keq, pse ikën të gjithë. Unë i ngjaj shumë babait tim ndjer që kam pas idhull, siç ka çdo kush prindin e vet, por ai ka qenë me vërtet ka qenë nismëtari i nismës për të ngjitur Everestin në 100 vjetorin e Shqipërisë dhe diku nga 99-a kur krijoi shoqatën Dajti Alpino Turistik, në 2002-2003 tha ne do ngjisim Everestin për 100 vjetorin e Shqipërisë. Dhe të gjithë edhe miqtë e tij e qeshën, thanë ça Everestin, ne ta ndërrojmë Everestin. Jo vetëm që unë ngjit Everestin nga ekipi shqiptar, sido që unë për arsye private nuk arrita të isha në ekip, por të 6 nga ekipi e arritën, u bënde të gjithë hapat më përpara se çdo gjë arrihet hap pas hapi. Ne morëm këtë nismën 7 majën 7 kontinente për herë të parë një shoqatë shqiptare dhe kemi ngjitur Elbrusin, Aconcagua kam pasur refatin tim vetë 7000 metra, ekipi ngjiti Everestin. Pra e kam të shembull në shtëpi dhe shembulli më i mirë ka qenë i mat ku gjithmonë ka qenë i fokusuar në gjërat që bënte, po dhe alpinizmin ma ka futur në pasion. Dhe alpinizmi është një sport përveç të tjerëve që ti del nga ekstremi del nga vetja dhe aty zbulon shumë limite të tjera që realisht zbulon që njeriu nuk ka limite, thjesht duhet të shkojë përtej. Dhe me këtë frym unë eci dhe në jetë. Eci dhe me parimin, Baltosi do ketë gjithmonë, po unë eci me parimin që ky moment që ne po kalojmë dhe tani bashkë në podcast nuk kthehet më kurrë. Kështu që le të bëjmë më të mirën. Nëse ecë me këtë parim në jetë, pak të mua më ka treguar jeta që dhe Zoti i sjell gjërat në mbar, edhe gjërat vinë aty në vend që duhet shkojnë dhe jam i bindur dhe për votën këtu do shkoj. Tani, kush jam unë? Unë jam i lindur në Tiranë, mbas gjimnazit tek Petronini kam ikur në Gjermani për studime, në Bielefeld dhe në Münster, në fillim mësova gjermanisht, 9 muaj, pastaj ripërsrita maturën sepse shqiptarja nuk njihej, ndoshta tani ka ndryshuar, por atë ka qenë diçka që quhej studien koleg. Pastaj studiova ekonomi. Unë kam qenë brez i fundit i studien kolegun. E bërë ti, po, që kemi një klub. Unë fakte kam shijuar shumë studien kolegun sepse ishte përveç që njihej komsi të ndryshme, njihesh edhe me gjuhën e degës të cilës si doje studioje, pra të përgatiste për te një gjermanishte normale. Unë bëra ekonomik, studiova BVL, e mbarova në kohë normale, sepse ëndra ime ka qenë gjithmonë të kthehem në Shqipëri. Dhe sepse ne ikëm për të studiuar dhe prindët thonë ore ne po bëjmë këtë servic që studioni, hajde i ktheheni këtë të mirë vendit tuaj. Dhe vllai im realisht është kthyer nga Gjermania dhe ai ka studiuar në Gjermani. Unë vendosa në momentin që do kthehesha, kam pas një eksperiencë shumë bukur që në avion u njoha me pronarët e avionit dhe më ftunte një kompani që ekzistonte tregun shqiptar dhe punova 2 vite drejtues për shtetin e Belgjikës për ata. Dhe një moment më morën në Tiranë. Ai ishte momenti 2010 kur unë u ktheva. Edhe isha super i lumtur, punë mirë, u ktheva në vendin tim
Doti kur zbira hat njeriu njoha Nusën atëherë, Nusën që jemi sot bashkë, që kemi kriju familje, dhe ajo sapo ikte jashtë për studiuar. Patëm një 3 mujor që unë jetova në Tiranë, ajo jetoi në Aachen që po mësonte gjermanisht. I thashë di çfarë s'është lidhja në distancë nuk është për mua, që më tepër kur e ndjen për një person që ky është personi i duhur dhe do të krijosh familje, i lash gjitha dhe një herë dhe erdha në Gjermani, midis Gjermanisë dhe Zvicrës, derisa ajo studioi në ETH-n e Zyriut, kështu që edhe unë pastaj erdha në Zyri. Pra filluam jetën nga zero në Zvicër, po ishte vendimi më i mirë që mund të kem marrë, sepse asnjëherë nuk e shkëputa lidhjen me Shqipërinë, duke qenë dhe afër, duke zgjedhur një vend si Zvicra, por dhe këtu kemi krijuar një jetë që jemi shumë falënderues që e kemi me djersët tona, por një jetë modeste dhe Zvicra me të drejtën mund kujton Shqipërinë viteve përpara, kur normalisht fëmia, unë s'po ju tregoj me kamerë, po kam një shkallë ku djali kalon oborrin për të shkuar në shkollë me shokun e vet, pra gjëra si ne një herë një kohë, kur ishim të vegjël, dhe të jep një jetë të qetë, të vështirë, pa diskutim. Ju thatë me çfarë punoj, unë punoj me sigurinë kibernetike, drejtoj në një treg të kompanisë ku unë punoj, prej më se 8 vitesh e drejtoj unë këtë treg që fokusohet tek Kombet e Bashkuara, tek organizatat jo fitimprurse në përbot, që janë UNICEF-i, World Food Program, organizata botërore shëndetësisë, dhe kjo më jep dhe luksin thonjza, sido që nuk është një luks të largohesh nga familja kur ke 2 fëmijë dhe më ton ti je babai i përkushtuar dhe e shijon kohën me familjen, por është e bukur sepse unë e shijoj këtë kohë. Domethënë shkoj gjatë ditës, bëj takimet në New York, në Washington, në Gjenevë, në Rom, ku të jetë, dhe unë darkat i dedikoj diasporës, se këtu më thonë shpesh ku i gje lekët ky që bredh lart e poshtë. Edhe unë kam fatmirësisht kam përveç Facebookut kam dhe LinkedInin, dhe disa njerëzve kam thonë, shiko, kam qenë këtu dhe kohën private më bën që ta shfrytzoja për qefin tim, çlodhesha, e shfrytzoj me diçka që mendoj se më përmbush dhe mendoj se i bën diçka të mirës vendit. Kështu që në vija të vogla që mos zgjatem shumë, ky jam unë. E bëj me pasion, ndoshta ju më pyetët se si e filluam rrugtimin, ta vazhdoj me atë temë apo Po, ajo edhe unë do të rikujtoja domethënë edhe pak shkurtimisht rreth si lidhet diaspora e lirë përpara se të jap fjalën Petros për ato specifike dhe për në fakt arsyeën që ne pse jemi mbledhur në të hapësirë publike. Fiks, aty e nisa dhe ja, kur filloi flet shumë, punoj në sales në menaxhim, si ka këto probleme. Unë duke thënë aty në fillim që ne shqiptarë gjithmonë flasim një tjetrin për Shqipërinë, unë kam qenë gjithmonë duke pas babain si shembull, kam qenë tifoz i hajde të bëjmë diçka. Marrim një qëllim dhe ta realizojmë deri në fund. Dhe në ditën që u prish teatri kombëtar, unë kam qenë jashtë mase i prekur, po ju them edhe se nuk kam ndroje, po një natë përpara kemi qenë në një darkë me disa miq që punojnë fushën e IT-së, po sajonim një email sikur shkonte nga kryeministri i Shqipërisë dhe i thoshte gjithëve ndalojeni aksionin sepse kishim dyshime që të nesër do shëmbej. Pra unë kam qenë një nga ata mbështetësit e mëdhej teatrit dhe kam fjetur aty sepse jam rritur në atë zonë për të bërë atë rojen, sa herë shkoja me djalin tim shkoja. Dhe kur jam zgjuar të nesërmen, është dita e vetme në jetën time, kam po bëj 6 vite që jam baba, që djali im, djemtë im kam parë duke qarë, sepse u zgjova mëngjes dhe pash atë sken, ka qenë ditë shumë e trisht dhe nuk dija çfarë të bëja dhe kam bërë një video që e gjeni edhe në Facebookun tim, që bëra thirrje, thashore, hajde bashkohemi për kauza drejta, kushdo me çfarë mundet. Dhe rezonanca ishte shumë e madhe, jo vetëm tek shqiptarët në diasporë që u bashkuan me njëherë, por dhe tek shqiptarët në Shqipëri, dhe mua kjo më vrau më shumë. Që më na shkruanin njerëz miq, po them ajo shtresa e mesme e lartë që janë pozicione të mira, thoni bravo që flisni ju sepse ne nuk flasim dot, se na heqin nga puna, na prishin punë me legalizim, na sjellin taksat, lloj gjërash. Dhe mua më duket pa besueshme që në 2020-ën këto gjërat janë realitet në vendin tim. Dhe bashkë me mikun tim të ngushtë, mik që kur kemi shkuar në Gjermani, Bledar Milaqin, bëm një thirrje në të njëjtën kohë në rrjet, kujdo që ne njihnim diasporë, i tham hajde bashkohemi dhe bisedojmë. Fatmirësisht ishte pandemia, që nuk kishim nevojë për organizime fizike të shtrenjta, dhe ne brenda një jave bëm 5 takime me qindra njerëz në diasporë, një organizuar për Gjermaninë, sigurisht duke ftuar njerëz që ne njihnim, po bënim dhe thirrje në internet që kush do të bashkohet, dhe në datën 17 u ngjis diaspora për Shqipërinë e lirë, në datën 20 ne quam letrën e parë tek KQZ-ja asaj kohe, bashkë me Bledarin, ato letrat si u mundum t'i sajonim, se nuk është se ishte diçka që e dinim, por tham ne kërkojmë votën e diasporës. Aty filloi kërkesa jon kryesore, ishte vota e diasporës, edhe në bisedë me gjithë njerëzit thonin shumë gjëra. O duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë atë.
Dhe ne edhe diçka tjetër dhe nuk do të zgjas shumë me lëvizjen, se do kemi ndoshta edhe gjatë pyetjeve. Donim që në fillim, duke qenë se pjesa e madhe që u bashkua ishin intelektualë, ishin njerëz të arrirë në gjithë shtetet ku ishin, thamë hajde sjellim një qasje ndryshe. Pra jo vetëm të ankohemi, të ngrejmë zërin, sepse ajo gjë më e kollaj që e bën çdo kush. Po hajde të sjellim një qasje konstruktive dhe konstruktive, pra të bijem qeverisë, cila do qeveri është, por të japim dhe një zgjidhje se si ne mendojmë se një çështje bëhet. Në rastin konkret që po flasim për shkakun, grupet e punës që ne kemi janë shumë aktive. Gjatë pandemisë ishte grupi i shëndetit ishte shumë aktiv. Shumë nga ata personazhe publike në Shqipëri. Sot që flasim ne po merremi gjërësisht me lumin e ishmit te grupi i energjisë dhe ambientit, sepse është një lum që nga studimet tona të grupit, që janë inxhinierë të ndryshëm nga shtete të ndryshme, është një lum që helmon mbi 1 milion njerëz në Shqipëri. Dhe në gjitha zonat aty qoftë dhe ndërkohë janë paguar mbi 70 milionë euro për një implant filtrimi bashkë me qeverinë japoneze që nuk ekziston, që nuk funksionon. Dhe kjo është një çështje që ne duam ta çojmë përpara përveç votës, pra të bëjmë gjëra të vogla, po që me të vërtetë prekin jetën e njerëzve. Dhe duke bërë shumë betejë në çdo front, nganjëherë dhe lodhesh, ka dhe demotivim, njerëzit thonë ore, po nuk po ja dalim me këtë shtet. Dhe ne thamë, shiko, hajde i fokusojmë të gjitha forcat tona tek vota diasporë. Çdo gjë që mund bëjmë anash kësaj, i bën mirë vendit. Dhe këtu jemi. Po e mbyll me kaq një herë dhe besoj do flasim më tej. Po kjo është rrugtimi i lëvizjes, pastaj kë kemi nga pas kës kemi, koha do e tregojë. Ne gjithë kemi një fytyrë për të humbur, gjithë kemi një familje, një emër. Disa nga ne janë dhe besimtar, por nuk është se është ky kush që të bën më të mirë, pra kemi dhe Zotin para si parim, kështu që këto jemi ne, ky jam unë. Po, zakonisht principi është ata që zakonisht hedhin baltet e vrerë, domethënë mendojnë se të tjerët nuk kanë fytyrë për të humbur sepse s'kan fytyrë vet. Robi gjithmonë niset nga vetja, domethënë edhe normalisht nuk e kuptojnë disa principe të tjera më të mëdha. Po gjithsesi, Petro, unë mendoj që të na fusësh pak në temë tani. Në shina. Okej. Jo, edhe unë isha kurioz dhe falenderoj Florianin që na dha një panoramë plot për diasporën për Shqipërinë e lirë dhe mua më bëhet qefi me thënë drejtën që ekziston një organizatë e tillë sepse me aq sa kam parë unë, komuniteti shqiptar në emigracion është ndër më të paorganizuar, duke krahasuar edhe me italianët të Amerikës për shembull, apo me grekët, apo më pak me hebrejt, apo komunitete tjera, shtetësi apo etni tjera, të cilët janë goxha të lidhur. Ne shqiptarët duket sikur jemi më të atomizuar. Domethënë kemi suksese në nivel individual jashtëzakonisht, por organizohemi vetëm në raste të krizave të mëdha apo në raste të problemeve të mëdha të Ballkanit, siç kanë qenë luftrat apo çështje të tjera madhore. Desha ta pyes Florianin lidhje me nismën për votën e diasporës. Si filloi, ku ishte gjeneza, ideja dhe si arritët deri në pikën që kishit edhe ekspertizë, dërguat edhe një projekt ligj në parlament, domethënë keni bërë një punë jashtëzakonisht të mirë. Faleminderit shumë Petro. Ne u munduam një nga grupet kryesore të lëvizjes që kur u kriju një bazë, pra kishte një grup drejtues, se kishte një grupe kryesore, grupi i votës ishte më kryesori. Ne madje kemi bërë një punë që në 2020-ën që kemi parë rreth 15 shtete në botë me pro dhe kundra me mënyrat që ato kanë për votimin. Këtë dokument sot jemi duke rinovuar me mënyrat më të reja që ka sot, sepse duket sikur Komisioni i Reformës Zgjedhore do shkojë pa produkt dhe do kalojë në Komision e Ligjit dhe aty do duhet ekspertizë. Tani ne, siç thash, i fokusuam gjithë forcat tona këtu, kishim juristë në grupin ton, po kemi dhe miq të gjithë dhe miq na kanë ndihmuar shumë me thënë drejtën, duke thënë ore, mund më japësh një këshill për këtë temë dhe duke i bërë pjesë të ekipit, duke dhënë një këshill dhe ata ndihen pastaj pjesë e kësaj çështje, se kjo nuk na përket vetëm ne, kështu që ndihma ka qenë madhore nga shqiptar jashtë Shqipërisë, po dhe brenda Shqipërisë. Dhe që në fillim që në 2020-ën ne realisht KQZ-ja kur zoti Celibashi u bë kryekomisioner na ftoi në tryezë teknike, sepse pa që kishte ekspertizë tek ne. Ne sot që flasim kemi 2 djemë, Nisul Qinaku dhe Jurlin Budurushi, që janë koka të votimeve elektronike në botë. Njëri është ish profesor në ETH-n e Zürichut, tjetri në Universitetin e Frankfurtit, kështu që kemi njerëz që me të vërtet kanë ekspertizë dhe tham, hajde japim ekspertizën, po ndërkohë që punojmë bashkë. Ky ishte edhe shembull që donin të jepnin. Ndërkohë që ne punojmë, ndërkohë që japim kontribut aktiv, ndërkohë që bëjmë presion politik, ne do të bëjmë dhe presion ligjor. Dhe këtu hasëm në shumë kundërshti që ore do t'i bëni armiq, po ç'është kjo, nuk luhet me shtetin, e ke parasysh kemi këtë mentalitetin që na kanë lënë që nga koha e komunizmit,
që me zjarin, me ku diun si është me shiun dhe me shtetin, me Zotin, nuk ka që ç'ke me shtetin. Shteti është aty për të na shërbyer ne, por mënyra si është ka qenë shteti më i fundit tek ne, diktatura më e gjatë. Kujtojmë se ja kemi ne për detyrë të bindemi shtetit, sigurisht ne kemi detyrimet tona si qytetar, por shteti është për ta shërbyer ne. Kështu që bëm këtë padin gjykatën kushtetuese. Fatmirësisht këtu do ta përmendem me emër, është Halimi Foundation i zotit Eduard Halimi, që doli garant, tha, ne do t'i përfaqësojmë, kjo është një çështje shumë e mirë, do t'i përfaqësojmë pro bono. Pra, në morën përfaqësinë tonë gjykatë kushtetuese pa pagesë, dhe këtu kam të gjithë detyrimin, po dhe kënaqësinë të jem falënderues, sepse këto gjëra kanë dhe kosto, dhe ne si organizat mbahemi me kuota antarësie. Dhe kuota antarësie janë minimale në vit, pra nuk është se kishim mundësi të bënim luk, se të pagonim zyra avokatie, jo vetëm që na morën atje, po një kontakt të ngushtë, bën një punë fantastike. Avokati që e kanë ndjekur direkt ka qenë Marash Logu, që e kanë ndjekur dhe ka bërë një punë të mrekullueshme, me thënë drejtën. Por ne ishim përgatitur të shkonte në Strasburg, nuk mendonim që do fitonim, me thënë drejtën. Dëshironim shumë, po tha me këtë shtet që kemi ne, kush do na japi ne drejt. Do t'ju se haroj, kam qenë duke ardhur nga Gjeneva puna në tren dhe më thot dikush, shikoj gjykatën kushtetuese, dhe fillova të emocionohem, ndridhem, u futa në tren. Dhe thash, ue, s'dia si ta lexoj, ato ishin 5 resha, i thonin konstatohet cënimi i drejtës. Kjo ka qenë në 9 dhjetor të 2022, ku ne dolëm fitues, pati interpretime e çash. Kjo është vendim koti. Sot jemi në atë pjesë ku sot që flasim, kanë kaluar 64 ditë që është shkelur ky vendim i gjykatës kushtetuese, por po shohim dhe me takimin e dieshëm po shohim që partitë më në fund po lvizin, po çojnë draftet e tyre, sepse ai vendim gjykate flet thjesht, nuk ka zgjedhje në Shqipëri, të paktën parlamentare pa votën e diasporës, përveç se të jenë antikushtetuese. Kështu që ne po e bëjmë çdo presion tonin, dhe këtu dhe diçka për ju, po dhe të gjithë ata që na dëgjojnë, se unë dëshiroj dhe të motivoj nëse kam mundësi. Ne gjithmonë kemi parë droje si shqiptar. Po s'po i them se kush e di çfarë mendon. Fare, jo ne ken xhep për çdo gjë në jetë. Nëse ti troket në një derë, ku ma merrte mendja mos e do mprisin Kongresin Amerikan 3 herë. Në botë se kisha menu, si fëmijë, si i ri. Çova 2-3 emaila, jo që na pritën, po arriti drejtuesi, bashkëdrejtuesi i asaj dhomës së çështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, Jim Himes, i çon një letër shtetit shqiptar, ti thot, hey, zbatoni vendimin e gjykatës kushtetuese. S'ma kishte marrë mendjen, jo se kjo ndryshon botën, po të paktën janë hapa që i shtojnë presionin shtetit shqiptar. Ndërkohë të njëjtën gjë me OSBE-din, njëjtën gjë me Bashkimin Evropian. Kështu që ne nuk kemi pas asnjëherë droje, dhe kjo na ka treguar që shkohet përpara, dhe sot jemi këtu ku po flasim. Për të përforcuar pak atë, le të themi, pjesën që shtoi Petro, që komuniteti shqiptar është një nga më të paorganizuarit, mendon vërtet se është një nga të paorganizuarit, ose më fakt, edhe unë e di që është një nga pak të organizuar, se e kam hequr vetë në Kuriz, po që thjesht doja të ulëmtonim pak pse ka ndodhur kështu, domethënë, pse, çfarë na mungon ne? Domethënë, çfarë kanë të tjerë që nuk e kemi ne? Shumë pyetje me vend, dhe faleminderit që më risollën vëmendje. Ne nuk mendojmë se janë paorganizuar, por mendojmë se janë të organizuar në nivelin folkloriko-kulturor, që është jashtëmasi i rëndësishëm për të ruajtur trashëgimin, qoftë vallet, këngët, abetaret, shkollat janë jetike, por në nivel politik jemi të paorganizuar. Dhe kjo është ajo për cilën ne jemi krenarë, që gjykojmë të paktën kemi arritur votën e diasporës ta bëjmë 8 dite, po jemi bërë dhe një farë institucioni pa e mbivlerësuar veten, ku sa herë ka çështje të diasporës, trokasin tek ne. Dhe një ndryshim që është nga ne, ndoshta e keni vënë edhe në përrjete, po të shikoni tek faqja jonë, ne kemi promovuar mbi 65-70 figura nga lëvizja. Pra nuk është qëllimi jonë promovohet Flori, Bledi, Nadori, kushdo, madje keni gazetare që mund t'i pyesi, kur na pyesin, është një çështje ekonomike. Gjëja e parë që unë bëj si Flor, pyes te grupi ekonomisë, është kjo çështje. Kush dëshiron të flasë? Dhe zgjedhin njerëzit sipas dëshirës, po jo të gjithë kanë dëshirë të flasin në televizor, ka njerëz që kanë provuar, nuk janë ndier mirë. Kështu që qëllimi jonë është të promovojmë vlerat që ne përcjellim dhe të japim këtë zërin politik. Pra siç e thash, folkloriko-kulturor po janë të organizuar shqiptarët, por ka dhe një problematik tjetër që politikisht nuk janë, dhe besoj se ne tani jo vetëm ja kemi dalë, por kemi nxit dhe të tjerë të bëhen aktiv, por ka dhe diçka. Unë kam vënë re, Leon, ti ndoshta vetë në Gjermani. Unë tek puna ime kam tentuar të fus një 10 shqiptar në punë. Si ti fus? Po zotri, më jep CV-n, ta çoj. Unë nuk humb asnjë gjë. Unë vlerësoj si person. Dhe këtë se kam parë tek vetja ime kur unë kërkoja punë. Por ndërkohë, siç e tha aty, e kam parë tek shumë e vërtet. Turk, grek, hebre, ata vinë marrin gjithë kalaverin me vete.
Kurse neve, se që kemi ndosha, unë gjykoj që kemi ikur me ca trauma, kemi boll trauma për të parë pas, qof diktatura që i futi njerëzit kundra njëri tjetrit, qof 97-ta, pra ka goxha kohë, po kjo është një plagë që është detyra jonë si të ri ta tejkalojmë. Ka organizime të bukura nëpër diasporë, është ky Joni, shoh në përjetë është një Ilirian Brains që takohen të ri. Këto janë gjëra fantastike. Jo, sikur, tako për një birë, asnjë gjë më shumë. Diskuto, nëse del një mundësi biznesi, pse mos ta bëjmë përpara me njëri tjetrin? Kaq, sepse kur jemi mirë, një pjesë e madhe jona, është i mirë gjithë komuniteti, kështu që besoj ky është mendimi im për këtë çështje. Jemi të organizuar, po mund të organizohemi më shumë, të rrjedzohemi më shumë. Ashtu është, unë që të ja fjalën Petrës përsëri që nëpërmjet shumë gjërave të tjera që nuk kemi sot kohë të diskutojmë, që me shumë dëshirë mund të diskutojmë disa herë tjetër, unë mendoj se vërtet është detyra jonë. Kjo është detyra jonë edhe mes veti, edhe mes brezit tonë, domethënë të tregojmë me gishtë edhe antivlerën, edhe mundësisht i tregojmë edhe krahun, domethënë që duhet hapi rrugën për gjëra më të mira. Por gjithsesi, Petro. Pyetja ime ishte, a mendon se vota diasporës do kishte impakt real në shoqërinë shqiptare, sepse po ndiqja dhe mbram tek Euronews Albania që kryetari i KQZ-s Celibashi po thoshte që mendohet, nuk ka një regjistër të plotë, po mendohet se ekzistojnë 30% e votuesve, njerëzve me drejt vote, cilët jetojnë jashtë. Pra, të paktën 30%, sepse ai thoshte që shifra mund të arrijë edhe në 40%. Dhe nëse është e vërtetë që shifrat janë kaq larta, atëherë kjo do mund shkaktonte potencialisht lëvizje shumë të mëdha tektonike në skenën politike shqiptare, sepse po të marrim rastin më të thjeshtë, 30% votave mund të kthejnë bilancin e parlamentit, se kush e merr qeverinë, mund të krijojnë lëvizje të reja nga hiçi, të cilat fitojnë potencialisht zgjedhjet në Shqipëri. Pra, pyetja e parë është për impaktin, dhe pyetje tjera do t'i bëjnë vazhdim lidhje me argumente që disa njerëz kanë edhe kundër votës diasporës. Patjetër. Po pikërisht se janë kaq shumë njerëz jashtë, dhe pikërisht se qeveria, qoftë kjo aktualja, në këtë kohë kanë hikur kaq shumë njerëz, e di që shumë njerëz janë larguar në këtë kohë, ka frikë sepse thotë kjo është një votë që unë se kontrolloj dot. Pa diskutim që do ketë impakt dhe jo vetëm në masivizimin e votës, pra në plotësimin e demokracisë së Shqipërisë, po unë gjykoj edhe në qarkullimin e njerëzve, pra të vinë figura të reja, të vinë njerëz nga diaspora, të përmirësohet oferta politike, nuk mund t'ju flasësh ju ose kujdo që është jashtë me tjera premtime që bën në një zonë elektorale në një fshat apo diçka tjetër, sepse duhet thuash për gjëra më makro dhe të shohësh në atë lupën e një syri të shëndetshëm opozitar se çfarë shkon keq në Shqipëri. Kjo e para, dhe e dyta është detyra e gjithëve ne, dhe këtu sjell pak në vëmendje atë nismën, dua të votoj 2025. Ne kemi që për fillimit që vlerësoj jashtëmase dhe ju falenderoj juve që i keni dhënë zë, është detyra jon prap ti themi njerëzve, flisni me njerëzit. Kur të vi momentin e të jemi gati që të votojmë, që mos na dali votat realizohet dhe të votojmë vetëm 10.000 veta. Është momenti jon për të shprehur, duhet ta masivizojmë sa më shumë. Ne kemi kohë edhe një herë çështje vullnetarizmi tek ne, domethënë familje, se ne edhe në moshë jam ndoshta pak më i madh se ju, sa gjëra marrin përsipër, edhe si ja dalim, por kemi pas një nisëm shumë bukur, një grup që e kemi quajtur Zëra Global, Impact Lokal. Pra kemi dashur të bëjmë video nga 30 sekonda, që Bleoni thonë, unë jam Bleoni, jetoj në Berlin, dua të votoj. Kaq, të masivizohet kjo. Si ja kemi dalë akoma atë, ende e kemi në plan, po kjo për shumë me foto diku është fantastike dhe i falenderoj ata që e kanë nisur dhe gjëra të tilla duhen sa më shumë. Qoftë dhe ju tek Ilirian Brains kur takoheni, tematizojeni votën, që njerëzit të ndërgjegjësohen, që si do bëhet regjistrimi, ku do votoj, dhe ndërkohë ne vazhdojmë betejën me mbështetjen tuaj dhe të gjithëve që ta realizojnë. Diçka desha të përforcojnë lidhje me atë që thej, sepse më duket shumë e drejtë që edhe partitë e mëdha do të ndryshojnë ofertën e tyre, sepse mendoj jo vetëm që lëvizjet e reja me oferta të reja do i joshin këta votues nga diaspora, po edhe partitë e mëdha do detyrohen ose të fusin figura të reja, fytyra të reja nëpër lista, ose të fillojnë dhe të ndryshojnë pak mënyrën si shprehen, premtimet që bëjnë, ofertën që ja japin votuesit, nuk japin dot atë ujë drita 24 orë të zakonshme me të cilët janë mësuar që ti gënjejnë shqiptarët, por do duhet t'i japin jo domosdoshmërisht një ofertë ideologjike, po diçka më përmbushse, edhe diçka më përfaqësuese që një shqiptar i cili jeton jashtë, të shkolluar jashtë,
apo e ka parë edhe një realitet tjetër në perëndim se si funksionon, të shikojë dhe të identifikohet me atë politikan dhe me politikat e tij. Patjetër. Edhe pastaj duhet vazhdojmë me pyetjet lidhje me këta njerëz, që janë shumë njerëz në Shqipëri të cilët kanë një farë aversion, një farë kundërshtie, të cilën unë nuk e kuptoj, domethënë nuk e justifikoj, po e kuptoj se nga ju vjen nga një ndjesi që ja këta ikën jashtë, shpëtuan, tani ne jemi ata që po vuajmë, këta s'kan lidhje me realitetin tonë. Domethënë cila do ishte përgjigjja jote në lidhje me argumentin që emigrantët nuk kanë lidhje me Shqipërinë, nuk paguajnë taksa, nuk janë të informuar mbi situatën reale se çfarë ndodh këtu, mashtrohen nga propaganda e qeverisë etj etj. Ja, Sa për ta përforcuar, të lutem Florian, këtë që sapo pyeti Petro, sepse unë nga që kam filluar edhe shumë fuqishëm tek faqet e social media Bullçi Podcast, kam marrë edhe mesazhe direkt, domethënë, dhe i kam shënuar me disa piketime të vogla, domethënë. patjetër. Thon jeni të pa informuar, ose nëse jeni të informuar, jeni të keq informuar. Tjetra, nuk paguajmë taksa. Tjetra, nuk janë ai shumë remitanca sa të kenë sway që të ndryshojnë ato drejtimin nga vete ajo. Kapaciteti, le të themi, organizimi fizik i gjës do kushtonte shumë për shtetin edhe nuk ka lek Shqipëria të organizojë diçka të tillë. Don't have skin in the game, si ta përkthejmë të shqip nga diaspora e Amerikës na ka ardhur kjo. They don't have skin in the game, emigrantët si duket nuk i prek asnjë gjë. Edhe gjëja më frikshme pastaj që këtë e kam marrë në një mesazh edhe nga një njerëz që jo domosdoshmërisht nuk e respektoj, përkundërzi respektoj, por pretendohet ka një pjesë e mirë e shqiptarëve në Shqipëri që një pjesë shumë e madhe e emigrantëve që janë jashtë, më falni për mungesën në një fjalë tjetër, janë budallënj, edhe do votonin ata që janë aty sepse mund të shikojë 1, 2, 3 foto nga rrjetet sociale. Etj, pastaj ose që thjesht është një mentalitet e nuk ndryshojnë, ikën shqiptari, po nuk ikën Shqipëria nga shqiptari etj. Gjëra si këto, domethënë. Thjesht për të përforcuar pyetjen e Petros. E vërtet. Shiko, të lutem më kujton nëse harroni një nga këto pikat se dua t'i përgjigjem një nga një. E para t'i përgjigjem Petros, jemi në një paralelizëm me vitin 1920 të frikshëm. Në 1920 ju përmendët ujë dhe drita, premtim. Ka një shkrim të një deputeti të Korçës, kandidati që thoshte do ju sjell ujë dhe drita. Ne jemi fiks në 2024, fiks aty. Shumë interesante kjo. 1920. Ne sot kërkojmë kemi përfaqësi ose minimumi vot diasporës, në atë kohë kemi pas 2 deputet nga diaspora. Ka qenë Fanoli, i dërguar nga Vatra në 1921 dhe një tjetër që për turpin tim nuk po e kujtoj tani, dhe ajo ç'ash me idealistja, ne shihemi si idealistë, si budallëj na quajtja i zotria, ka gjetë fjalën më të lehtë. Sapo ka mbaruar librin Apostulli i Fanolit, ishte një libër që ju këshilloj gjithë, më ka hik nga durët shumë, sido që ishte 400 faqe për punë ditësh, fliste për atë periudhën kur shqiptarët kishin ikur në kushtet më të vështira dhe sado që punonin nëpër miniera, nëpër fabrika, lodheshin, strapacoheshin, prap gjenin kohë të mblidheshin dhe ishin ata që ndikuan tek pavarësia e Shqipërisë me ndihmën e Wilsonit në Amerikë. Pra, këto angazhimet e vogla të njerëzve nga jashtë që masivizohen, mos kujtoni se janë pa impakt. Këto sjellin diçka dhe ne këtu jemi sot. Ne po punojmë për të mirën e vendit dhe këtu vjen tek pyetja kryesore që është për këta njerëz që janë kundra. Ore, ne pa bashkim, ne jemi një popull i ndarë në gjysmë, nuk po flasim për arbëreshët që i duam shumë, krenohem me ta, por arbëreshët janë folkloriko-kulturor, kanë 600 vite që kanë ikur. Kemi arvanitasit, kemi shqiptarët e Turqisë, nuk po flasim për këtë, ne po flasim për një diasporë shumë të re dhe që është në rritje. Të gjithë ne flasim me shokë që thënë, po bëj letrat me ik, dhe mua më pikon shpirt se po ikin të gjithë. Por çfarë mund bëjmë? Ne që jemi jashtë, me ata që janë në Shqipëri, me integritet, bashkohemi për kauza, për çështje, dhe të forcojmë zërin. Ne e pam tek teatri, që për mua është një kauzë shumë e rëndësishme, si shkatarun me njerëz brenda, po të ishin masivizuar më shumë, po të pas depresion më të madh dhe nga ne nga jashtë ishim organizuar në kohë, ndoshta s'do kishte ndodhur. Po sot që po flasim, a doli lajmi që Sazani do t'i jepet dhëndrit të Trumpit? Ne te grupi i energjisë dhe ambientit kemi pyetur dhe kemi parë që është një vendim që mund të jetë dhe më i vjetër si vendim, por kjo ne nuk na bën që mendohet që të jetë qenë kohën e qeverisë më parë, kjo nuk na bën të themi ata s'janë më tani. Jo, ne po mendojmë si ta çojmë gjykat. A ka një diçka ligjore? Ky diskutim po bëhet sot, ta çojmë gjykat. Pra dua të dalë thelbi është bashkimi i forcave, shqiptarëve jashtë, shqiptarët brenda, bën një Shqipëri më të shëndetshme.
në gjykimin tonë dhe koha do t'rregoj, por tani sigurisht që njerëzit kanë dyshime sepse shohin rastin ndoshta të Erdoganit në Turqi që mbahet në pushtet kryesisht nga votat e turqëve të Gjermanisë, por këtu vim prapë tek detyra jonë dhe prioriteti jon kryesor i dyti në listë për diasporën për Shqipërinë është ndërgjegjësimi i diasporës. Ne kemi 7 prioritete strategjike, i dyti është ndërgjegjësimi. Pra ne nuk punojmë kot vetëm për votën dhe ndërkohë jemi opozitar të zëshëm, sjellim tema, themi kjo nuk shkon. E bëjmë këtë që njerëzit të ndërgjegjësohen, që është Shqipëria Facebooku që dhe mua më gënjen sido që vi nga 8 herë në Shqipëri në vit, po ke lagje ime. E shoh Facebook the sa bukur, e shoh aty them katastrofë. Për shaka këtu, po që njerëzit që duan ta shohin gjendjen. Dhe nganjëherë nuk shihet Shqipëria më se mbëri përshtypje me ideal në Amerikë, po zgjas çik me që jemi kështu midis miq. Ka punu Rama tha. Normal që ka punu, më thash, para te pagohet. Ç'është ky mentalitet ka punu? Kryeministri, kryebashkiak pagohen që të punojnë. Po çka ka bënë gjë tash për Shqipërinë që është e mirë? Ka bo stadiumi tha, Air Albania. Ky zotria punon tek CIA në Washington dhe pra mendohet që mund të jetë në një pozicion i thashun seriozisht e ke, çfarë i sjell stadiumi ekonomisë vendit? Përveç disa gjërave sporadike, le që ja shkataron jetën njerëzve që banojnë rreth e qarkë, se bllokojnë rrugët dhe unë banoj në zonë Tiranë. Dhe e dyta çfarë i sjell? Shqipërisë çfarë i sjell? Sjellësh një fabrikë, sjellësh Tesla, mos shkojnë në Maqedoni, vinë në Shqipëri, Turqia, ato prodhime që i bën Serbit, viti bëj Shqipëri me fabrika, me gjëra, pra ka shumë gjëra. Dhe këtu është detyra jonë të flasim me njerëzit, ti ndërgjegjësojmë për problematika që Shqipëria ka në mënyrë aktive. Pastaj dhe e fundit, ndoshta se tash fillim, unë angazhimin tim politik në Shqipëri nuk e kam filluar me votën e diasporës, unë kam filluar që kur ka ndruar jetë Ndjeri i Madh, që në Shqipëri e kuronin për Ulçer dhe ai doli që kishte kancer mëlçi. Kur e çuam në Vjenë mas 2 javësh. Do thash tani si ka mundësi që mjeku më i mirë që e kuronte në Shqipëri, i thoshte Ulçer, mjeku në Austri sa e pa, e ore zotri, kjo është mëlçia të dallohet. Dhe ai fatkeqësisht ndroi jetë shumë shpejt në një spital privat që ne u strapacum ta çonim atje. Dhe çam mbrau më shumë mjeku kryesor më kapi nga pas më tha shumë deputet tuaj vin këtu. Dhe unë thash prit më, babi im ka punuar gjithë jetën Bankë Botërore. Unë jetoj në Zvicër, pra i kishim 2 mundësi me çu atje, po deputeti si ja del. Dhe këtu më lindi ai që të rrisja zërin sa më shumë sepse ka gjëra që nuk shkojnë. Kur ke deputet Shqipëri që as nuk banojnë nëpër zona, pra nuk mbartin fare hallet e njerëzve, dhe ti ke njerëz që për të kuruar shëndetësisht duhet shesin lopën, shesin shtëpinë dhe të tjerë bëjnë luks, pra këtu vitet ajo pjesa që të gjithë ata që janë diasporë mos shohin fotot e Facebookut dhe propagandën kur të mendojnë për Shqipërinë, po të mendojnë çfarë problemesh juridike, çfarë problemesh sigurie të jete, çfarë probleme shëndetësore kanë të afërmit atyre. Mos nënë, babë, vlla, të afërmit më të largër, sepse këto janë gjërat që i duan një njeriu për të jetuar normalisht. False u zgjata. Ta them dhe atë për taksat, se tha dikush për taksat. Kam një shifër nga dje, shiqyr që e gjeta, e disa janë remitancat vetëm në 9 muajt e parë të 2023-shit janë 1.2 miliard euro. Dhe këto remitanca, po të shoh statistika si ketë Banka Shqipërisë, ka 34 vite Shqipëria që mbahet vetëm nga remitancat. Këtë vetëm për ata skeptikë që thonë ju spagoni, ju nuk sillni, po pse remitancat kur vinë nuk taksohen më zonja e zotëri që dëgjoni? Ku shkojnë ato para? Apo futen kur shkojnë ke supermarketi Lagjës, nuk taksohen indirekt? Kjo një lloj takse indirekte, po pse PPP që jep qeveria, cila do qeveri qoftë, a nuk i prek dhe fëmijët e mi ose fëmijët e tjerë që jetojnë jashtë janë shtetë shqiptar, a bartet borxhi publik tek gjithë shqiptarët? Si nuk prekemi ne nga vendimet e qeverisë? Pra ka shumë pyetje që njerëzit duhet ja bëjnë vetes, por thelbi i gjithë kësaj gjëje është e drejta jonë kushtetuese e para, që nuk na heq njeri. Tani e kemi edhe me vendim për të votuar nga vendet ku jetojmë, por shohim bashkimin, shohim gjërat që na bashkojnë dhe si mund ndërgjegjësohemi gjithë bashkë, të ngrimë zërin bashkë, sesa të shohim çfarë na largon nga njëri tjetri. Okej, mund të vazhdojmë me pyetje tjetër? Po, falsa u zgjata. Po, patjetër, normalisht. Kërkoj le Bleoni se mos mori ndonjë spunto. Pyetja tjetër është, a mendon se kësaj radhë është ndryshe nga herët e tjera, përveç vendimit të gjykatës kushtetuese, ka dhe një vullnet të shprehur nga palët politike? Unë e pash atë draftin e propozuar nga Partia Socialiste dhe aty ishte vota diasporës, krahas me krijimin e një regjistri me disa detaje teknike, të cilat me thënë drejtën nuk është se i analizova me detaje, por duket sikur përmendet dhe duket sikur ka vullnet. Dhe edhe nga ana e opozitës apo nga ana e secilës palë të opozitës që është e përqartë tani,
të paktën nominalisht ata flasin pro votës diasporës. Dhe nga mos gaboj ka dhe një projektligj të propozuar nga Ali Bej, Po. i cili e përfshinte votën e diasporës, por kishte një kleçk aty se jo me post, por duhet të paraqiteshin në ambasadë apo në konsullat. Do thënë ka detaje, por duket sikur ka një vullnet. Atë rezulton edhe ty e njëjta? Po, mu më rezulton e njëjta pa diskutim dhe jam shumë i lumtur për këtë, po më rezulton dhe që jemi 64 ditë vonë. Pra, gjitha këto drafte duhet të qenë shumë përpara dhe duhet ishte plotësuar i kuadër ligjor. Megjithatë, që ta plotësoj. Ky drafti i PS-s ka dalë në qarkullim, por unë pa e parë prej të hënës së tej si draft zyrtar në parlament, nuk mund ta marr seriozisht, sepse thjesht ka qarkulluar në përrjet, na ka ardhur ne thotë që është në takim me OSBE Odirin, po unë kam qenë komision reformës zgjedhore me Damian Gjiknurin online, që është ai takim publik. Nuk ka fare dëshirë më. Domethënë, janë thjesht fjalë. Megjithatë, le të shpresojmë që kanë çuar një draft, kjo është shenjë shumë e mirë. Po PD-ja e Alibejait e Bashës, si mund ta quajmë, ka çuar dhe ato një draft në nëntor. Ne e kemi çuar që në shtator dhe e kemi dorëzuar dhe në mënyrë ligjore, pra me firma deputetësh që dëshironin të ishin bipartizan, por në fund ata të pushtetit u tërhoqën dhe nënshkruan vetëm të opozitës, dhe fatmirësisht një nga nënshkruesit për ta dorëzuar këtë që është i detyrueshëm për të trajtuar në komision, në parlament, është Gazmend Bardhi, që është drejtues grupi i palës më të madhe opozitare në parlament. Pra kemi këto të treja, kemi ndërkohë dhe nga organizata Shqipëria Bëhet ka një draft që është çuar me email, pra nuk është në rrugë zyrtare, por e mira është që ka drafte për cilat diskutohet. Dhe këtu harrova një pyetje që ju më bët në fillim, si arritet të bëni një draft. Drafti nuk është punë e thjeshtë. Po ne kemi fatin që nga një takim që kemi qenë në Toronto në janar të 2023-shit me komunitetin, një djalë ishte atje doktor Klodian Rado, që është me të vërtet kokë e jurisprudencës, por është dhe konstitucionalist, jeton në Kanada, tashmë është bërë pjesë e lëvizjes. Pesha kryesore e draftimit të projektligjit i takon atij, që ka studiuar të gjithë modelet që ne kemi pas, ka marrë modelin gjerman, dhe ndërkohë ne kemi çuar dhe relacionin përkatës. Kjo pra e ndryshon ndoshta nga gjithë ato draftet e tjera që metohen se janë çuar, ne kemi çuar dhe me shpjegimet, pra është më i ploti. Sigurisht në një botë ideale, me që vjen nga diaspora do merret ai draft, por ne nuk kemi naiv dhe nuk mendojmë që do merret pikë presje drafti jon, por tek ai i PS-s dhe tek i PD-s që janë aty, kemi parë shumë pika që ngjajnë me tonin. Është ajo pastaj votimit elektronik, që ndoshta për njerëzit që dëgjojnë, vetëm Estonia ka sot votim elektronik në gjithë shtetin. Pra, flitet si gjë e bukur e thjesht, por nuk është kaq e thjesht, ka shumë mundësi hakerimi, dhe gjëja për të mos shpikur rrotën, posta private do ishte ndoshta më idealja, siç e ka bërë dhe Kosova. Për sa i përket kësaj pyetjes Petro që bëre për paraqitjen fizike, domethënë, shiko, unë mendoj se kjo është një problem vërtet logjistik, se nuk e kanë njerëzit e parë fare as mundsinë. Në shumicën e herëve se jetojnë larg, nuk flasim thjesht Gjermania, domethënë është kurrë sa herë me madhe sa Shqipëria, po gjithë ajo na Berlin në ambasadë, vjen Shqipëri më mirë. Ose i bie vërtet më shkurt. Plus që nuk është e sigurt, nuk ka njëri besim, vjen keq me gjithë respektin për njerëzit që punojnë për ambasada, ka asan logjistike, po janë dhe poste politike. Tani ka ambasada kur janë vënë njerëz që deri dje kanë qenë në mbështetës të hapur qeverisë në për portale, tani ato janë vënë ambasador. Se s'po i përmend me emra, kështu që falë se ndryva të pyetja. Po unë thjesht nuk e kuptoj këtë rezistencën që kanë ndaj pjesës së postës, domethënë, sepse është gjëja që është provuar dhe sprovuar nga shumë shtete përpara nesh, domethënë, dhe nga ana logjistike ose do akumulohen të gjitha në një adresë, ose në adresa të ndryshme për çarqe të ndryshme, varet ku ka qenë regjistrimi i fundit i X emigranti. Edhe është diçka jashtëzakonisht shumë e thjeshtë. Nuk kuptoj domethënë pse diçka e tillë duhet të bëhet kaq e madhe, apo se ne nuk kemi database, apo nuk kemi këtë, nuk kemi atë. Mua më duket bashkë edhe me draftin që u pyet më përpara, më duket si një keq menaxhim i mirë organizuar, thotë inxhinieri Dulevici, domethënë që është menaxhohet në mënyrë të keqe e gjithë situata, edhe është organizuar në mënyrë të tillë ky lloj menaxhimi, domethënë që ta shtyjnë sa më shumë, ta bëjnë sa më të avashtë, edhe ta shtyjnë në një cep që nuk ka atë fuqinë e madhe, ose që është detyruar të dështojë se të shtyhet deri për vitin tjetër, edhe për vitin tjetër. Më duket se kanë vërtet shumë frikë, edhe po mundohen me çdo lloj mjeti të ndryshëm, domethënë, me gjithë shpirtin e tyre që ta bëjnë që mos të funksionojë, por nuk më amenja se do i funksionojë kësaj radhe. Leon,
mësoj diçka në vëmendje shumë të rëndësishme. Kjo e draftit të qeverisë, nëse është i vërtet që ata i mshojnë këtij regjistrit të emigrantëve i Ministrisë Brendshme. Ne jemi totalisht kundër kësaj. Pse? Sepse nëse ti në një moment regjistrohesh te ky regjistri i emigrantëve, sot sipas ligjit ty të hiqet e drejta në Shqipëri të marrësh shërbime. Dhe në momentin që ti nuk e ke votën e diasporës, asnjë me mend në kokë nuk do e bënte, thoshë që po regjistrohem këtu unë për të votuar. Ndërkohë gjithë bota e ka. Ti regjistrohesh për ti nuk e ke detyrim të japësh adresën tënde tek shteti tjetër, tek shteti jot, thjesht në momentin që vjen votimi, KQZ-ja hap një listë ku ti thua unë jam Bleoni, banoj këtu, të lutem, këto janë dhënat e mia, kartë identiteti, dua të votoj. Pra ky proces bëhet paraprakisht dhe krijohet një listë votuesish, sepse vota që ne kërkojmë nuk është vetëm për shqiptarët me banim të përhershëm jashtë, është edhe për shqiptarët me banim të përkohshëm, që kanë më shumë se 3 muaj, dikush që ka shkuar për një shkollim, që ka shkuar për një sabbatical ose është andej po do ta kryej këtë detyrë, kuptosh pak më e gjerë. Dhe kjo kleçka e qeverisë është diçka për tu kaluar, por është gjë e vështirë sepse ata të paktën në komision i mshonin fort kësaj. Po besoj se do kalohet me A mendon se regjistrimi mund të jetë edhe një mënyrë, duke qenë se këta njerëz nuk është se i kontrollojnë dot sepse janë në emigracion, të paktën duan të njohen, sepse duan të njohen përmjet lidhjeve familjare, çfarë tendence kanë për të votuar, në cilat pika mund të bëhet propagandë tek ta, si mund targetohen qoftë edhe me mesazhe online për mosha të caktuara apo njerëz të caktuar. Domethënë, a mendon se duan të krijojnë një farë regjistri edhe si mjet kontrolli? Patjetër, jo vetëm që e mendoj, po e kemi ngritur si denoncim faktin që në Itali dhe në Greqi janë vendosur që në 2021 dy të ashtu quajtur për çdo shtet oficer diaspore, që nga fjala është o zot, sigur po i kontrollojmë, që ky është patronazhist, janë patronazhim i diasporës me parat tona, sepse këta pagohen. Dhe dy nga këta eksponentë, një në Greqi, një në Itali, nuk po i përmend me emër, gjehen thjesht online, ne kemi denoncuar, janë eksponentë të lartë Partisë Socialiste në këto shtete. Pra, këta mundohen edhe këtë diasporë që është kaq e pastër. Shiko, më fal, nëse ti nuk e ke bezdi personalisht, mund t'i përmendësh me emra se po, e di, Kumarakun e mbaj mend në Itali mbi emrin, kurse këtë zonjë në Itali në Greqi nuk e mbaj mend, po janë të dy të hequr në një kohë nga kryeministri, nga pozicioni që ka pas konsullat për korrupsion etj etj, dhe tani u gjet ky vend dhe janë vënë aty. Dhe po, vetëm këtë mbaj mend si emër, ndërkohë është bërë ky këshilli koordinues i diasporës që herën e parë u zgjodh pas zgjedhje, tha na falni se ishte hera parë, ne dy do të bëjmë zgjedhje, dhe këtë herë u zgjodhën pas zgjedhje, u zgjodhën nga qeveria me VKM, dhe aty për shembull janë disa njerëz që punojnë fort, të nderuar, idealist, por shumica hyn te kjo pjesa e militantizmit dhe është një zonjë, kësaj nuk ja di emrin, po di që jeton në Zvicër, për turp e faqja Zez në LinkedIn-in e saj ka militante Partisë Socialiste e kanë CV. Pra tani a do ta lejmë diasporën të pastër, të jetë ajo diasporë që është e cili më të mirë për vendin, apo do mundohemi të patronazhojmë dhe ato, dhe fatkeqësisht qeveria po e bën këtë, dhe këtu është thirrja për të gjithë ne që jemi jashtë mos bim prej e këtyre. Kupton? Pikërisht këtë dua të ndalesh fare shkurtimisht te kjo thirrje, domethënë, sepse duke përmendur gjitha pikat që thamë përpara, atë llojin e mendimit që njerëzit kanë kundër apo të keq informimit apo disinformimit ose të jo informimit në përgjithësi, domethënë, siç ekzistojmë ne që në mënyrë aktive duam që të diçka të ndryshojë dhe e kërkojmë informacionin e pastër, fatkeqësisht ekziston edhe një grup, domethënë, që investohen jashtëzakonisht shumë për të hapur atë lloj mesazhesh, si zonja në fjalë apo tjetri, domethënë. Edhe ideja është që ne si individ, që ta bëjmë gjën edhe pak më të thjeshtë për çdo kohë që është interesuar, domethënë, si i paraprin njeriu këtyre lloj gjërave, si mund t'i bësh ballë përhapjes së patronazhizmit edhe në shiko, është nuk jo gjithë secili është njësoj i fortë kundër korrupsionit, edhe le të themi leku të shpejt, edhe leku të pisët, apo pak rëndësi ka. Kështu që mendoj se duhet të ketë një lloj mënyre ose një lloj filozofie kur një individ shtron një bisedë të tillë që ti parafrohesh individet të tillë në mënyrë që mos të demonizosh, sepse aty gjithmonë shkon keq, ti trajtosh deri në një farë pike si viktima, që deri në një farë pike janë, me thënë drejtën, se po shfrytëzohen nga dikush për të arritur qëllimet e tyre politike, domethënë. Si mund bëhet kjo? Keni shpenzuar kohë tek diaspora për Shqipërinë e lirë në këtë drejtim? Kjo është pyetje shumë e mirë, por nuk kam i përgjigje. Kjo besoj ngjelet në nivelin personal, prandaj unë përmend integritetin gjithkohës. Ne që ja kemi dalë jashtë, kushdo në fushën e tij të saj,
Tani nuk duhet ta lejoj veten se njerëz jemi, intuita i kupton ca gjëra. Nuk duhet ta lejojmë veten të bimë në nivelin e këtyre gjërave qesharake, çfarë lexonin për prindët tanë me patronazhistët, se mund kujtoj patronazhist, kujtoj dhe ai ke lagja që unë kisha shok, ai ishte patronazhisti i mamit tim, domethënë me tik truni. Edhe më çem rrugën flet, i themun atij. Domethënë ne të gjithë këto gjëra i kuptojmë dhe duhet i kthejmë mbrapsht me mënyrën më të pastër. Nganjëherë është një shprehje që unë e du shumë, transparenca i kursen kohën çdo kujt. Me transparencë. Shiko, unë kuptoj që ti po bën këtë, të lutem lëre se është për turpin. Se më them çka këtu shqiptarët e dinë se çfarë është liria. Domethënë sidomos kur dalin jashtë Shqipërisë, e kuptojnë që nuk janë të kontrolluar për vendin e punës, e kuptojnë meritokracinë se si funksionojnë, e kuptojnë edhe ligjin që është të paktën vende perëndimore pak më i drejtë se sa në Shqipëri, nuk funksionon as shumë miku lekun. Domethënë shqiptari sado të jetë me ndërgjegje të ulët politike, e di se çfarë është liria dhe ai personalisht e kupton kur dikush përpiqet ta ndikoj apo përpiqet ta kontrolloj apo t'ia kufizoj këtë liri. Pastaj është individuale, po unë mendoj se këto janë përpjekjet tyre, të cilat nuk është se nuk i pres. I pres nga qeveria dhe nga partitë e tjera të mëdha që të ndikojnë, të hapin qendra në diasporë për ta ndikuar diasporën, por unë mendoj se kjo është minimale, se në momentin kur një njeri krijon një jetë në një shtet të huaj me forcat e veta, duke mos njohur thuaj se asnjëri, duke qenë një huaj që në vetvete është një minus, është ti po nisesh me një dizavantazh dhe duke qenë se ti arrin këto vetë, është shumë vështirë që ti të ndihesh në borxh ndaj një zyrtari politik, apo të shkosh ti servilosësh atij, apo të shkosh ti kërkosh atij diçka për bukën e kalamajve. Kështu që unë mendoj se diaspora është shumë më e lirë në këtë drejtim dhe ata nuk është se e kanë shumë qef këtë liri dhe përpiqen që ta kanalizojnë apo ta fusin në binar këtë liri. Edhe një pyetje tjetër kam për Florianin për këto lëvizjet e reja, sepse e kam gjuar edhe nga Nisma Thurje, tani edhe nga Shqipëria. Petro, më falen, të pres pak 2 sekonda të kjo, sepse përveç atyre grupeve jashtëzakonisht shumë të vogla minimaliste që janë disa me Stockholm syndrom që duan të jenë të kontrolluar edhe disa të tjerë që shikojnë atë mundësinë për të kontrolluar të tjerë, domethënë në momentin që janë të lirë, ekziston dhe një grupim që unë kam njohur vetë disa të tillë që janë patriotë deri diku, janë njerëz të arritur në fushat që bëjnë, edhe mua personalisht më kanë thënë, por Blom, po ti mirë e ke, po unë dua të bëj diçka në Shqipëri, unë dua të kthehem në Shqipëri, dua që ta hap një firmë në Shqipëri, edhe këta kam. Do të thënë është ai lloj oportunizmi që më thotë që unë këta kam, unë me këta duhet merrem tash. Çfarë ti bëj unë këtyre? Unë këto kemi, me këto karta do lozim. Kështu më kanë thënë 2 ose 3 persona përballë, domethënë ekzistojnë edhe këta. Kjo varet, është edhe personale, siç e tha Floriani, domethënë varet nga bindjet e secilit, varet nga mendimet apo nga rrethanat e gjithë secilit. Gjithsesi unë mendoj se në emigracion jemi shumë më të lirë edhe duke qenë se emigrantët votojnë, desha më thënë investojnë në Shqipëri, sektori i ndërtimit është ai që më vjen ndërmend, po edhe sektor tjerë, kontribuojnë për ekonominë e Shqipërisë edhe mendoj se janë shumë më të lirë, duke qenë edhe shtresë mesme, duke qenë edhe pak më të lirë ekonomikisht, nuk janë aq të varur për një vend pune në administratë apo nuk e di për çfarë favorishtira, legalizime etj. Edhe në lidhje me këtë temën e lirisë, desha t'ja bëj pyetjen Florianit. Domethënë, a mendon se këto lëvizjet e reja kanë interes për votën e diasporës dhe mund të jenë një mjet presioni ekstra? Patjetër, ju tani masot Nismën Thurje në nërmend, më duket se në një projekt ligj që kanë çuar në 2021 për hapjen e sistemit, pjesa e saj kishin kërkesë dhe votën e diasporës. Pra t'i japim atë çfarë i takon gjithëve, mos ja hajmë hakun. Edhe fakti që Lëvizja Shqipëria bëhet, organizata Shqipëria bëhet e ka përmendur, madje e ka si një nga pikat kryesore, për ne është vetëm është kënaqësi, sepse unë po e them, nuk është e jona, nuk është prosi tonën kjo. Sa më shumë zëra të ngrihen pro, jo vetëm këto lëvizje, po dhe njerëzit dje që ishin atë pyetësor, që ishin 76% kishin qenë pro, për ne është motivuese. Tregon që kjo rezonon, që shihet shpresë tek bashkimi atyre jashtë me ato brenda, kështu që ne e vlerësojmë këtë. Pa diskutim që e vlerësojmë. Okej, edhe një pyetje tjetër, a mendon se ka impakt, a mendon se ka ndikim edhe nga ndërkombëtarët kësaj radhe, sepse edhe në rekomandimet e OSBE-Odirit, po edhe në deklarata edhe të ambasadorëve, duket sikur ka një qasje proaktive edhe për votën e diasporës, edhe për hapjen e sistemit, domethënë për sistemin proporcional kombëtar me lista të hapura. A mendon se kjo është një armë në thonjza shtesë në dorën tonë?
Po mendoni ambasadorët apo? Po mendoj organizatat ndërkombëtare, po ndoshta është shprehur edhe nëpërmjet ambasadorëve. Një diçka që ne kemi bërë dhe faleminderit ma solli mend që ndoshta edhe ju mund ta replikoni si zë. Ne I kemi kërkuar antarëve tanë, I thonë njerëzve të afërt, dërgojnë një letër ambasadave të shteteve tuaja. Pra nëse ti je banon në Gjermani dhe I dërgon ambasadori shqiptar, ambasadori gjerman në Shqipëri, por dhe ambasadori shqiptar në Gjermani dhe I thua unë jam Filan Fiseku, ka një vendim gjykatës kushtetuese që nuk po zbatohet dhe unë dua të votoj. Ju lutem më ndihmoni. Nëse kjo multiplikohet sa më shumë, qoftë në Amerikë, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, në Gjermani, në Zvicër, ato janë dhe të detyruar pastaj të shkojnë të flasin me shtetin shqiptar, thonë çfarë po bëni me këtë ligj që nuk po me këtë vendim që nuk po zbatohet, dhe t'jeni të bindur që gjithë ky presion, ju lutem këtë herë ta shtojmë, po dhe t'jeni bindur që gjithë ky presion që po rritet, siç ju e thonë nga organizata, në OSBE Odiri e tjera që po flasin, ka ndikim të madh presioni njerëzor, sepse kur flet vetëm një organizatë, kush I çaj interesi kanë këta. Kur flasin njerëz në mënyrë private, rritet ajo, multiplikohet forca dhe besoj që po ka ndikuar gjitha këto dhe do ndikojnë më tej. Presioni duhet rrit sa më shumë. Okej, pyetje tjetër, a mendon se Kosova është një model pozitiv I cili është tepër I afërt me ne, sepse është këtu, nuk është një realitet të largët, edhe kanë ndikuar edhe në rezultatin zgjedhor, po dhe në mënyrën se si kanë votuar duke qëndruar larg ose jashtë atyre rrjeteve tipike klienteliste dhe duke mos votuar gjithmonë të njëjtët politikanë. Po pra kjo është fantastike me Kosovën dhe unë e them me krenari që Kosova është shembull për ne, se ne gjithmonë themi jo ne vllai I madh, ne kemi kaq shumë për të mësuar nga Kosova sa s'bëhet. Dhe kryesisht për këtë të votës. Dhe ka dhe diçka, se dje ish drejtuesja KQZ-s Kosovës në atë takim. Ajo tha diçka me mend, tha njerëzit e mira është që para janë rritur jashtë prej brezash dhe me të vërtet shohin më të mirë për vendin, edhe unë këtë uroj për vendin tonë, që ne mos jemi partizan partish përveç edhe përtej dhe për atyre përqime personale. Të shohim çfarë oferte politike ka, si e ka bërë dhe të votosh më të mirën. Në Kosovë, në fakt, kanë bërë një punë shumë madhe partitë, sepse nga që kanë ikur përpara dhe nga qenë të detyruar edhe për shkak të luftës në Kosovë tjerë kanë qenë të organizuar këtu, ata kanë bërë punë të madhe, që ka sjellë dhe atë angazhim të madh shqiptar. Prandaj gjithkohës e them duhet të angazhohemi sa më shumë, bëjmë thirrje që njerëzit ndërgjegjësohen, ta ndjekin realitetin, por Kosova është shembull I mrekullueshëm. Filloi me 5000 votues, shkoi me 21, përfundoi me 70.000 dhe tani ata kanë zgjedhje edhe më shpesh se bëjnë zgjedhje të jashtëzakonshme që ne s'kemi pa ndonjëherë me thon drejtën, po që është shembull për të ndjekur. Aq më tepër që janë vëllezërit tanë, që është Është pak e çuditshme sepse në një artikull ku pyetëm për sa i përket kësaj nismëson të vogël, po me sa duket edhe të suksesme dhe të shëndetshme që se ka marrë edhe siç thonë je një nga iniciatorët, jemi një iniciator bashkë me Aril Laleshin, Arjen Leshin, Arbër Leshin, gjithë domethënë edhe kjo gjëja ne ishim normalisht kishim skepticizëm aton, donim të shifnim gjëra paraprake dhe kishim pak merak në fillim se sa do funksiononte, por me sa duket ai ka filluar të bën xhiro të çdo lloj televizioni, të paktën këto që nuk janë të blerë, por që me hiku treni mendimit. Sorry. E mundi gjë? Po. Këtu kemi pas një djalë tek takimi që bëm zyri me Leon Hasani, ai është I lindur këtu, drejton një organizatë studentore shqiptare. Ata kanë pas një nisëm Kosovë, du me votu, hashtagu. Prandaj edhe ne kur e bëm atë tonë, e bëm dua të votoj. Po tani për ta bashkuar me nismën e të gjithëve, e bëm dua të votoj 2025 dhe ne që të rezonojmë më shumë. Dhe këta ç'a bën? 2 studentë shqiptar këtu, vun re që KQZ-ja në Kosovë ja vështirësoi kaq shumë regjistrimin njerëzve në këto, sa ishte thjesht I pamundur, se nuk janë gjithë të rinj që marrin vesh elektronika dhe këto bën një aplikacion dhe kanë ndihmuar mbi 10.000, 20.000 njerëz, më duket, që ti lehtësojnë votimin, pra ti bësh dokumentat ç'a duhen, që ka nisma të tilla sa dush dhe patjetër duhet thjesht ta përportoj sa rëndësishme është që keni marrë. Unë mendoj Florian që nëse kjo është sukses ose më saktë, nëse nisma juaj projekt ligji juaj apo çfarë do lloj projekt ligji rezulton I suksesshëm për votën e diasporës, ne do duhet ta vazhdojmë këtë fushat për një drejtim tjetër për të ndërgjegjësuar ata emigrantët se si votohet edhe në mënyrë tillë që të votojnë sa më shumë, pavarësisht se kë votojnë, na duhet të bëjmë thirrje, ne jemi të angazhuar për këtë gjë, por
Do shohim pastaj edhe nga partia apo lëvizje të reja apo lëvizje të tjera nëse do kenë dëshirë, por do na duhet t'i informojmë sepse mund të ketë shumë njerëz cilët akoma nuk e dinë që kjo është realizuar, pasi të realizohet, nëse kjo është për një fazë të dytë. Me shumë kënaqësi edhe shumë falënderues që paraprakisht madje. Edhe një pyetje të fundit kam unë, sa shanse reale mendon se ka vota diasporës të bëhet kësaj radhe, sepse unë mbaj mend edhe 2020-ën është diskutuar në atë tavolinën e famshme që Knuri Bylukbashi në OKB, nuk e di nëse është përmendur më përpara, ti përmendën Nismën Thuri që ka nxjerrë para disa vitesh. A mendon se kësaj radhe është hera e duhur? Unë kam për detyrë të jem optimist deri në fund. Optimizëm i kujdesshëm. Po, dje në fakt pata një bisedë me zonën Celibashi kështu në distancë, se po thoshte po nuk u bë dhe për një muaj ligji, s'ka më kohë për KQZ-n. Unë thash, o zotëri, se kemi respekt dhe kemi punu bashkë. Juve nuk ju ndalon asnjë gjë të punoni në mënyrë proaktive për aktet nënligjore që do duhen më vonë, se plotësohet një ligji dhe pastaj kalohet te aktet nënligjore pra teknikalitetet. Po tha ke drejt. Se ne presim ose shpresa nuk është strategji që të presim inshallah po bëhet. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që mundemi. Pra gjëja e fundit që ne duhet të bëjmë është të ulim presionin dhe të bëjmë mosbesues. Ka një vendim gjykatës kushtetuese që është i qartë, thotë zgjedhjet e kaluara është cënuar kjo e drejtë dhe keni detyrim ligjor që të bëhet. Ne këtë duhet të artikulojmë të gjithkohon që ai outputi i kësaj, domthonë qëllimi final, po duhet të përdor fjalë shqip, po outputi se s'po vjen shqip. Rezultati është që çdo palëzgjedhje pa votën e diasporës janë antikushtetuese dhe fakti që partitë po lvizin tani në fund, se në fillim nëse keni parë para 2-3 muajsh ose edhe në komision të reformës zgjedhore, e dëgjuat çfarë tha Gjiknuri ka vite që ju kam nis. Po mirë, herën e kaluar nuk i shpallën antikushtetuese, as këtë herë s'do e bëj. Pra tekstualisht thotë kot po bëjmë teatrin ne këtu se s'kemë ndërmend ta bëjmë. Kështu që prandaj unë jam pozitiv për këtë hapin që doli dhe një draft nga PS-ja, sepse tregon që më në fund e kanë kuptuar dhe do të bëhet. Do bëhet, s'ka ç'a bëhet tjetër. Por ndryshe jeni bindur nëse bëhet, njëra palë ka të gjithë drejtën e zojës të nuk i njoh zgjedhjet. Dhe këtu pastaj futet Shqipëria në një qorsokak që nuk është qëllimi i askujt, qëllimi jonë është të votojnë gjithë shqiptarët. Po shumë e vërtetë është kjo. Kisha e dy pyetje tash, po thjesht nuk ishte nova, gjithsesi. Për Kosovën. Po jemi, po të keni pyetje? Jo, më ka, shiko, të kthehemi çik te pjesa njerëzore, domethënë shumë faleminderit Petro për të gjitha pyetjet teknike, sepse janë shumë të rëndësishme, sidomos për një njerëz të puna ime që nuk jam shumë në brendësi të procesit dhe teknikalitetet ligjore etj se si funksionojnë, edhe për shumë nga ata që do të dëgjojnë. Çfarë kam vënë re unë, domethënë, në pjesët në çdo vend ku ti ke folur, duke filluar që nga episodi i podcastit Shumat në Kup, që i përshëndesin Tatin, Semin edhe Metin. Ndryshe nga shumë njerëz, ndryshe nga unë, po marr shembull veten, je shumë i qetë. Më bën shumë përshtypje që aktivisht mundohesh të zgjedhësh një lloj gjuhe që të bën, le të themi, deri diku të pëlqyeshëm, të bën kështu soothing për të dëgjuar, është i rehatshëm, edhe kam vënë re që jo detyrimisht je një person që merr flak, domethënë, ose që bën armiq ose që demonizon njerëz. E ke pasur gjithmonë këtë apo është diçka që e ke vënë re me kohën? Faleminderit shumë për këtë konstatim. Me thënë drejtën, unë marr flak shumë shpejt tani për ta bërë shumë më njerëzore, për thënë realitetin. Pra jam njëri shumë impulsiv, por aq sa jam impulsiv, aq jam dhe i dashur, dhe unë mendoj se ne si lëvizje mendojmë që minimumi që duhet sjellë diaspora është një artikulim ndryshe. Pra duhet jemi të qetë. Unë e thash fillim dhe unë kam moto jete, ky moment që ne po kalojmë nuk kthehet më kurrë, hajde të bëjmë më të mirën. Këtë e kam në punë, në familje, po dhe në një diskutim. Le të forcojmë argumentet, jo zërin. E para, dhe e dyta që ju e thati qetë, më bëri përshtypje para ca kohësh isha me Adi Krasin në intervistë dhe kisha një mik përballë. E më tha, Florë, sa bukur flet më bëri dhe. Unë thash faleminderit se shefi na bëj, njerëz jemi. Po tha, ç'a bën? Asnjë gjë mos bëj, thash, ç'a kam zemër i them. Me mënyrën si do isha duke fol me ti me me timat, me ju siç po flas tani, dhe unë besoj që kjo është mënyra më e mirë për të ecë përpara. Sa më sinqert jemi, aq më pak gjëra ke për të mbajtur mend. Kur gënjen e kështu duhet ti mashënim, ti thosh, sa statistika janë mirë, gjithmonë me i ditë, po është shumë e thjeshtë kjo, sepse kur s'ke gjë për të gënjur, s'ke ç'a rimendohesh gjatë.
Bën punën shumë herë më të thjeshtë, domethënë, edhe Patjetër. normalisht. Unë kam vënë re edhe për shumë gjëra të tjera edhe me shumë individë të tjerë kur duken persona domethënë që jo domosdoshmërisht kanë agjendë ose le të themi nuk kanë fasadë për të mbajtur, kështu që kanë më shumë energji për të bërë gjëra të tjera edhe për të hapur më lirisht për shumë gjëra të tjera. Që tregoj dhe i gjë të fortë se s'po e di shumë kamër, por këtu kam i thes boksi. There you go. Kur kam stres, i bi thesit boksit. Se stres kemi të gjithë. Tampon fytyrën e ndonjë politikani edhe vendos aty. Kushdo që ma prish ditën, shkon ke thesi boksit. Për e marrim të mirë qenë që kjo gjë ndodh, juve, neve dhe gjithkush që ka interes dhe ka bërë diçka sado madhore apo të vogël, domethënë dalin fitimtar dhe miratohet ku liq. Cili është hapi i radhës për diaspora për Shqipërinë e ri këtë drejtim? Shumë e rëndësishme kjo si pikë dhe na kam pyetur shpesh, a do ktheheni ju në parti politike, a do ktheheni në angazhim politik. Tani ne e para politik kemi qenë gjithë jetën. Që kur jemi krijuar si lëvizje, nuk kemi fol për gjë tjetër përveç se për çështje politike dhe jetike për shqiptarët. Për ne të lejmë vendet ku jemi, nuk kemi naiv, nuk kemi 20 vjeç që themi po futen politik qefi madh. Ne deri diku e kemi arritur jetën tonë në një nivel të mirë. Ne me të vërtetë kemi idealizëm që të bëjmë diçka të mirë, por unë do shpresoja shumë që nga ne, nga ju, nga njerëz që janë jashtë, të ketë nga ata që e marrin iniciativën, qoftë në diasporën për Shqipërinë e Lirë, qoftë personalisht, qoftë të hapin parti tjetër, çfarëdo që të jetë, dhe të shkojnë dhe thonë, hajde ne po sjellimi diçka ndryshe në Shqipëri. Ne sot nuk e kemi mundësinë reale dhe nuk duam se nuk mund shkatarosh familje nga hiçi, ti heqesh nga shkolla, nga njëra tjetra për të bërë diçka të pakalkuluar. Ne do ta vazhdojmë angazhimin ton, po dikush më shumë, dikush më pak, sepse jemi dhe njerëz që besojmë tek vlera dhe një nga vlerat më të mëdha është familja dhe kjo që ne na bën të fortë në ato që themi, në shembull që japim, është që besojmë tek familja. Tani unë nuk mund të ta them shumë tosh për ata që dëgjojnë, nuk mund të hedh poshtë familjen time për të bërë një idealizëm për ta çuar më tej. Unë si Flor dhe të gjithë ata që mbështesin, po realizojmë votën e diasporës, kemi bërë punë të madhe për Shqipërinë. Se çfarë vjen më tej do ta shohim me kohën, të kalkuluar sa më mirë. Por mbështetje ka dhe nevojë ka, kjo duhet thënë. Edhe diçka Po Petro. Desha të shtoj diçka që më bën shumë përshtypje që tha Flori për diasporën për Shqipërinë e Lirë që ka departamente të caktuara edhe ekspert në ato departamente. Tani nuk e di nëse fjala e saktë është departamente, por në grupe pune. Dhe një është për energjinë dhe ambientin, një është për ligjet e kështu me radhë, dhe më bën përshtypje sepse një nga fushat ku ne si shqiptarë dështojmë është planifikimi dhe organizimi. E vëm re këtë edhe tek partitë e mëdha apo tek organizatat e mëdha që kanë një organizim që lë shumë për dëshiruar dhe duket sikur disa gjëra krejt thjeshta ne dështojmë aty dhe më bëhet qefi që kjo lëvizje, kjo organizat, pavarësisht nëse kthehet politika apo jo, po sido që të jetë, aktivitetin e saj ka të organizuar në këtë mënyrë kaq të mirë. Edhe sepse në Evropë ne i shohim edhe organizime tjera që nuk janë mirëfilli politike, por kanë impakt në realitet. Ka organizata siç janë Rotary apo tjera të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe kanë impakt goxha të madh dhe i organizojnë njerëzit. Diçka të fundit që desha të shtoj për këtë temë është një shok i imi i cili studionte shkenca politike në Itali, i cili thoshte përpiqesha të merrja fonde apo grante apo përpiqesha të bëhesha faktor si individ, por nëse unë nuk krijoja një organizat, shtetet apo Komiteti Evropian asnjëherë nuk më merrnin seriozisht. Dhe në momentin që krijoja një organizat, arrija të futesha në sistem, arrija të perfeksionoja ato aftësitë e mia dhe të kisha një impakt real. Edhe kaq, domethënë, vetëm desha ti përgëzoj. Bashkimi bën fuqinë këtu dhe di çfarë është thelbi i kësaj? E para është vizioni, ndoshta edhe që në fillim që ne të fuqizojmë njëri tjetrin. Pra, siç e thash, kur na marr intervistë do vish flasësh për këtë temë, pyesim ata njerëz që janë më të aftë kjo temë. Dhe duke i dhënë këtë ndjesi të gjithëve, ju ndoshta edhe njihni njerëz që janë antarë të lëvizjes ose mund njihni. Kjo është e provuar vetë, po madje dhe thirrje për ju si inxhinierë, kushdo që do të angazhohet në një farë mënyre, ti shohë këto nga brenda, duke i dhënë fuqinë çdo njeriu për atë që di të bëjë më mirë, të gjithë bashkë mund të arrijmë një qëllim më të pastër. Dhe një gabim që ne bëjmë, se forma ligjore jemi NGO, po ne s'kemi funksionuar asnjëherë si NGO. As kemi marrë si fond,
Dhe këtu ndoshta është dhe gabimi im si bashkëdrejtues se more, hajde bëjmë parë tona, hajde gjejmë këtu aty, se ti si më duket sikur kur merr parë nga diçka sikur je detyrues, po ka organizata sa dush ku mund të marrësh para dhe të bësh gjëra të mira. Ndoshta mund të përmend me datë 3 maj, grupi jon i energjisë të ambientit bashkë me një organizatë Recycle që quhet Shqipëri, është një djalë Lulzim Bauman që ka jetuar në Berlin dhe ai që merret me riciklimin, pra ka marrë si qëllim të vetin këtë riciklimit në Shqipëri. Do bëj një kështu konferencë në Shqipëri, unë do t'ju çoj ftesën edhe inxhinier ose miq që ju keni ambientalistë që interesohen të marrin pjesë. Edhe desha të shtoj diçka, më fal Bleon se po të ndërpres vazhdimisht, po desha të shtoj që ne në Shqipëri e kemi konceptin e shtetit vetëm administratën publike edhe nuk mendojmë jashtë saj. Domethënë shoqërinë civile mendojmë si diçka të nxitur nga dikush për të bërë disa konferenca apo për dalë me disa pankarta, po në fakt shoqëria civile jemi gjithë ne dhe nuk ka asnjë arsye pse organizata të cilat nuk janë shtetërore mos munden të marrin fonde edhe të japin një impakt real në jetët e njerëzve. Kjo është mënyra se si funksionojnë shoqëritë demokratike, të paktën demokracitë liberale perëndimore, dhe është një pushtet në vete, është një fush tepër e gjerë në vete, e cila nuk duhet të lihet bosh dhe nuk duhet lihet nën kontrollin e qeverisë apo disa faktorëve që as nuk i njohim. Shumë e vërtetë. Është zyrtarizimi i këtyre shoqatave apo grupimeve apo vërja emrin se duash, thjesht zyrtarizimi në letra të paktën në shtetet europiane ndjenin tonë, se na është dashur të merremi pa kohë të fundit me këtë lloj gjëje. Thjesht by definition, që nga gjeneza pa kërkuar asnjë lloj fondi, asnjë lloj gjë, thjesht mënyra se si ti operon, domethënë me Google Drive, me website e gjëra të tjera, të takojnë shumë gjëra që janë thjesht kosmik, si thonë, pa pagesë. Pa pagesë. Do të thonë nuk paguan asnjë lloj gjëje, edhe janë gjëra që normalisht duket sikur janë gjëra të vogla, por në fakt janë gjëra shumë madhore, sidomos për njerëzit që do merren me atë punë, për njerëzit që do merren me website-in, për njerëzit që do merren me të gjithë database-in e tjerë për shembull. Kështu që gjithkush që ka diçka të tillë, domethënë normalisht sugjerimi i parë është thjesht zyrtarizimi e regjistrimit diku dhe duke filluar nga ajo, duke ndërtuar me hapa domethënë sado të vegjël apo të mëdhenj. Un kam edhe një pyetje diçka të fundit për të pyetur dhe pastaj mund të themi diçka mbyllëse, edhe ka nisur një trend i organizatave profesionale, politike, shoqërore, lloj grupimi, është e ke parasysh tregu që rregullon vetëm, ishim nga kur kam marrë unë që nuk ishte asnjë lloj gjëje, zero, ishte ti dhe Zoti, domethënë dhe Berlini si xhungël. Tani jemi në këtë fazën ku ka një lloj mbi ngarkimi. S'është asnjëherë mbi ngarkim, po thjesht ka një prurje shumë të madhe të organizime, happy hour, filani bëri këtë. Ka filluar bëhen shumë bashkë tani. Po në shumicën e shqiptarëve. Po, shqiptarëve. Edhe kanë vënë re një lloj mburoje të ngritur me qëllim edhe që mbahet jashtëzakonisht fort kur njerëzit tonë ne nuk duam të bëhemi politikë edhe nuk lejohet me thik asnjë lloj gjëje, domethënë. Edhe pse unë nuk e konsideroj politike hashtagun dua të votoj 2025, nuk është politike, është e drejtë njerëzore, është e drejtë që më ka dhënë kushtetuta, domethënë. Edhe gjërat e tilla konsiderohen si politike dhe shtypen që në gjenezën e tyre sa herë që mund të hapësh diçka të tillë, domethënë në mënyrë aktive punohet, domethënë që mos të hapet kjo. Ti si individ mendon se çdo organizatë është politike deri diku dhe çdo njeri është politik deri diku, apo është e mundur që le të themi të kemi organizata pa asnjë lloj nuance politike, pa asnjë lloj, le të themi, qëllimi të këtill, për shembull, siç kemi këtë hashtag dua të votoj 2025 etj. Sepse unë personalisht po e them paraprakisht nuk e besoj. Çdo njeri është politik, çdo njeri, domethënë, siç e the se ti e nise me këtë fjalë, domethënë, unë deri diku e kam përgjigjen, po dua që ta konsumonin pak në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur takohesh me shqiptar është maksimumi 1 orë. Pastaj do vej atje, domethënë, se e kemi këtë gjë të mirë, pak na dhëm shpirti për çka kemi lënë mbrapa. Kështu që qofse do kishte një mendim më të elaboruar dhe eksplicit për këtë. Shiko, po nuk folëm ne për politikë dhe bëjnë tjerët politikën, siç ka bërë deri më sot. Tashi, këtë duhet i thotë çdo kush mendjes vet. Është kaq e thjeshtë. Pastaj, të luftosh për drejtat e tua është e drejtë e jotja e lindur. Por un kam një shembull edhe një herë, thotë edhe fëmia që thonë të vjetrit, edhe fëmia po nuk qau, nuk i jep gjin nëna, se nuk e di që ka uri. Edhe ne po nuk ngritëm zërin për drejtat tona që ne i kemi, i duam, s'do marrim vesh.
Por unë e shoh dhe tek ne. Në fillim, politik, I themi ne nuk kemi organizatë jo politike, ne jemi apartiake. Pra në lëvizjen tonë ka njerëz nga të gjithë krahët ose simpatizantë të gjitha krahëve, por luftojnë për çështje politike, se politika nga ne duke pasur një lum deri më sot me 3 partitë mëdha që gjitha kanë pas pushtetin, kush më keq, kush më mirë, e kanë kaluar gjithmonë, njerëzit kanë një antipati dhe ngatarojnë të qenit politik për kërkesat e tua me qenit partiak ose militant partie. Kështu Po mendoj se këtu mbetet dhe detyra jon. Detyra jon për të folur pak me njerëzit, domethënë dhe për të bërë dallimin që partiak është ndryshe nga politik. A mund të shtoj diçka këtu? Unë mendoj se shqiptarët nuk janë të ndërgjegjshëm për pushtetin e tyre, edhe brenda Shqipërisë po edhe jashtë. Është mos gaboj është Foucault që thotë pushteti është kudo. Ne jemi mësuar me atë pushtetin e fortë, hard power, me policinë, me gjykatat, me partinë politike, me mitingjet, po ka edhe pushtet të formave të ndryshme, ka soft power, ka pushtet kulturor, ka pushtet gjuhësor, ka pushtet të ideologjive, demokracisë liberale, apo të ideologjisë social-demokrate, apo të gjithave. Madje edhe organizatat fetare, të cilat janë për definicion jo politike, dhe ato në momente të caktuara luajnë një rol politik. Kështu që ne futemi në atë kurthin që kur mendojmë politika, mendojmë Berisha me Ramën. Domethënë kemi një vedi e ulët politike, ndërkohë që do duhet ta mendonim më shumë politikën si menaxhim I paras publike, I të mirave të përbashkëta, I jetëve tona, siç u përmend këtu rasti I teatrit, po ka edhe raste të tjera të pronave publike, të pasurive, trashëgimisë kulturore, po që menaxhohen apo keq menaxhohen dhe ne nuk kemi zë në këtë drejtim. Prandaj ne duhet ngrejmë zërin dhe ta kuptojmë pushtetin tonë si qytetar, sepse në momentin që ne nuk I japim legjitimitet këtyre politikanëve, atyre ju shem vetë karrigja nga poshtë, nuk e kanë të pamundur që ndrojnë në pushtet pa miratimin, pa konsentin, pa legjitimitetin që ne vetu a japim. Shumë e vërtet, Petro. Shumë dakord me këtë. Super fare, pra. Unë para se t'ju falenderoj nga biseda që bëm dy interesa më ngritën, domethënë se unë jam gjithkohë duke mbajtur shënime sidomos kur përmendën nisma ose emra, edhe është një ftesë publike për stafin e diasporës për Shqipërinë e lirë që po merrem me atë pjesën e lumit të ishmit. Për arsyeën e parë sepse unë nuk jam në dini të problemit në thelb ose le të themi në detaj. Edhe sepse këto gjëra më interesojnë edhe mua dhe personi I dytë normal djali që ka marrë atë flamurin për pjesën e riciklimit dhe treta pastaj për çdo lloj pjesë dege individi që I përket asaj organizate, duhet të them domethënë që Tera e Buçi podcast për këto lloj njerëzish edhe për këto lloj nismash është gjithmonë e hapur dhe sa herë të jetë nevoja çfarë lloj gjëje. I will talk about anything. Unë jam shumë I jetur si për informacion, si për të mësuar gjëra të reja, po mbase edhe për të diskutuar. Fantastike. Dhe duke thënë këto, Florian, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Petro, një thirrje të fundit për hashtag-un dua të votoj 2025. Ju lutem dëgjuesve që ta shpërndajnë sa më shumë në Facebook, në Twitter, në Instagram, edhe në TikTok, kudo që të jetë mundur, të bëjnë foto me këtë hashtag, ta nxjerrin dhe të tregojnë kudo ku ata jetojnë, nuk është të thënë që duhet të angazhohen në mënyrë më të madhe, mjafton ta nxjerrin këtë foto, tregojnë që ka një vullnet, tregojnë që edhe nga rrënjët, nga poshtë, ka një presion ndaj qeverisë, ndaj faktorëve, ndaj deputetëve që janë në parlament për ta votuar dhe për t'u dhënë një drejtë e cila ju takon me kushtetut dhe tashmë duhet të faktohet. Fantastike. Ti u Florian, faleminderit. Po. Unë ndjeva kaq mirë me ju e çuna, më duket sikur kemi jetë që njihemi, po kjo është kur të bashkojnë çështjet, kur të bashkon energjia për një çështje të mirë, dhe kjo është gjëja shumë e bukur. Edhe diçka çfarë unë nuk e besoj kurrë, që lëvizja jon, po dhe kjo që ne po bëjmë është që thon shqiptarët nuk bëjmë bashkë. Bëjmë bashkë që ç'kemë të, duhet vetëm të dimë si të bëhemi bashkë, të jemi të fokusuar, të lëmë janë egot personale, interesa personale dhe të vëmë çështjet përpara. Kështu që në këtë kontekst shumë faleminderit ty Bleon për podcastin që ke bërë, Petro për kohën që solle për që tematizove se ju më kërkuat për këtë dhe e bëjmë shumë kënaqësi dhe faleminderit gjithëve atyre që na dëgjojnë dhe le të bëjnë sa të munden, se kush sa të mundet, sepse gjithë I shërbejmë një kauze më madhore për vendin tonë. Faleminderit. Florian, Petro, ishte kënaqësi që bisedua me të hapësirë publike dhe shpresoj të rishihemi dhe ridëgjohemi së shpejti në tema të tjera dhe të shpresojmë që
gjitha ato energjitë që kemi investuar dhe do vazhdojmë të investojmë, mos të shkojnë kot, por të arrijmë të provojmë që një qëllim i pastër, sublim, vërtet funksionon dhe ka sukses. Deri herën tjetër bashkë u pafshim. Faleminderit. Faleminderit dhe suksese diaspora për Shqipërinë e lirë. Faleminderit të gjithëve ju. Faleminderit. Buçim në bu CHI Bu CHI Ne, po. podcast.